Kanë thonë dardha pikë në ndardhë, inshallah po bon asjaj ose më mirë saj. Jemi dy garusit e Gorës, MX2 dhe MX3. Jemi me fituesin e Gorës edhe veç do ta vesim se dëgjum që është hera por për tonë në këtë Gorë edhe ta pyesim çysh kanë ndjenja për këtë Gorë dhe po fitues. Me një herë. Fillimisht është një eksperiencë shumë e mirë, pasi që pista është shumë e mirë edhe stërvitjet nuk kanë pas ndalur gjatë gjithë javës. Po në gjithë ato kem kalu mirë edhe pse nuk e prita vendin e parë, po stërvitjet e bojnë vete. A kime marr pjesë tash edhe Gora tjera pas soj fiturat kanë motivu? Nëse jem mirë me stërvitjet, besoj që po. Po, ma konkretisht nuk e di, inshallah jemi shnaqë. Nuk po të marrë kohë ma shumë je lodhuri me veç fituarin. Ja këtu jemi edhe me vendin e dytë që me thonë drejtën kum prit fort ma shumë prej Gonit, po Goni ka më kohë garusi i shumë i tarmës. Ose, se që të informot nuk e pas na posë, ko ka veni fori i kategorisë 250 kubik. Goni, si po njësh? Mirë, ke pak sfiduse, po e përgatitjeme për kushtim, ja dola me marrë vendin e parë. Unim edhe shumë suksese, po na tregoj ti, a kimi ja kalu edhe bobin tanë, shqenju me bobin tanë që Goni ka qenë super garusi edhe veterani këtij sporti, po a kimi ja kalu ajo se inshallah nuk na përtet qa po të vesëm. Vallai që kanë thonë dardha pikë në ndardhë, inshallah po bon asjaj ose më mirë saj. Faleminderit shumë Goni edhe vetë suksesi ju të shaj. Faleminderit.